Në këtë ardhjen tuaj dhe do vini gjithë si grup me makinë? Me makina, do më thënë? Absolutisht. Itinerari jonë vazhdon nga Londra. Po? Pastaj nga Londra në Kalajs, na bashkohen shqiptar të Francës, në qytetin e Namurit në Belgjik, na bashkohen shqiptar që jetojnë në Belgjik, në Gjermani, në jug të Gjermanisë, në qytetin e Passau, na bashkohen shqiptar që jetojnë në Gjermani, në qytetin e Gracit, në jug të Austrisë, na bashkohen shqiptar që jetojnë në Kroaci, dhe në autostradë dikun përbri qytetit e Rijekës na bashkohen edhe shqiptarët që jetojnë në Itali. Po si jeni organizuar, ndjes, përpara se të shkosh më tej në detaje, si keni arritur të organizoheni me shqiptarët cilët jetojnë në disa shtete të ndryshme dhe keni arritur për të bashkuar në këtë lloj mënyre? Është goxha interesante. Para 500 viteve kur s'kishte as internet dhe as celular, Skënderbeu u kthynat dhe i doli zotat dheut. Sot jemi në kohë moderne, ku telefonat, interneti, të gjitha dhe më thanë rrjetet sociale. Dhe mbi gjitha, ne kemi krijuar një rrjet shumë të mirë organizuar me shqiptarët e tjerë të diasporës në shtetet përkatëse ku jetojnë, dhe tashme dhe më thanë jemi në një koordinim perfekt për të bërë këtë rrutim dhe për të bashkuar gjithë bashkë që të hyjmë Tiranë njëkohësisht, që të shtunen të jemi në gjendje të marshojmë fizikisht të gjithë së bashku në përkrahjet protestes e cila ka 14 ditë që është ndëshesh. Pra të jemi tashme fizikisht atje. Dhe sot ne kemi kërkuar dhe me thani, kemi bërë kërkesë që të fillojmë dhe të përshkallëzojmë kërkesat tona. Edi Rama nuk ik me përkëdhelje. Ne ka 14 ditë dhe me thani pra që diaspora dhe Shqipëria proteston, dhe ai akoma dhe me thani nuk ka dhënë asnjë shenjë që do të tërhiqet, dhe ne japim fatin e fundit, deri dielën me datën 21 që të tërhiqet. Dhe nëse nuk tërhiqet deri dielën me datën 21, atëherë ne do fillojmë të përshkallëzojmë veprimet tona në relacion me presionin që duhet t'i bëjmë qeverisë. Nga Londra sot ne bëjmë edhe një kërkesë dhe me thënë shumë sublime. Pra ju drejtuam administratës, ju a bëm të qartë që shqiptarët e diasporës ka 36 vite që suportojnë shoqërinë shqiptare me anë të remitancave, ku 35% e GDP-s vjen direkt dhe automatikisht nga diaspora. Dhe sot ne do kthehemi edhe fizikisht. Dhe administratës i kërkuame, nëse ne ka 36 vite që e përkrahim ekonominë shqiptare, atëherë është koha, është momenti i administratës që të refuzojë të kthehet në punë nga hana e mrapa deri në momentin që Edi Rama t'japi ndërheqjen. Unë e kuptoj që ka disa thirrje të forta të cilat vijnë, jo vetëm nga ju, po dhe nga shqiptarët të tjerë të cilat janë në protestë, po unë nuk arrita të kuptoj diçka. Ju thoni që keni vendosur një lloj afati zotit Rama për deri të dielën që vjen, që është data 21 qershor, dhe nëse ai nuk jep dorëheqjen, ju tha që do të përshkallëzohet mënyra se si ju keni vepruar deri në këto momente. Çfarë nën kupton kjo? Ajo nën kupton, dhe me thënë që ne po e testojmë zotin Rama, sepse siç ka thënë edhe Kennedy, që nëse qeveria nuk respekton protestat paqësore, atëherë do t'i detyrojnë protestat të kthehen në të dhunshme. Ne nuk po flasim për dhunë, por qytetarët shqiptarë dhe qytetarët e diasporës që do i bashkojnë kësaj proteste, do e përshkallëzojnë nivelin protestave, me bllokim të aeroporteve, me bllokim të hyrjeve kryesore në Tiranë, me bllokim të porteve, me grevë turistë, deri ta detyrojmë autoritarin e fundit të Europës të jap dorëheqjen. Do kemi mundësi që të ndjekim live moment pas momenti të gjitha zhvillimet, duke të falenderuar për kohën edhe për detajet që na ve, gjithashtu dhe për këtë organizim që keni menduar të bëni të njëjtën që vjen, do bashkohen shqiptarët nga Londra duke marrë me vete edhe shqiptar të shteteve të tjera europiane për të ardhur në një grupim të organizuar. Në një marshim. Marshim ta quajmë të tillë, po, marshim me shumë makina. Nuk e di nëse do kesh mundësi të na dërgosh videot, unë do kisha dëshirë që ti, sepse do të jemi bashkë live edhe për të premten dhe të shtunën dhe të dielën në vazhdim në darkë, kështu që do kem mundësi që ti transmetoj live, kështu që mbetemi në kontakt deri javës që vjen. Ju falenderoj. Faleminderit që na le ta transmetoj zonin atë. Shumë faleminderit. Me kënaqësi, jo vetëm ty, po gjithë shqiptarëve të cilët dhe çdo informacioni i cili vlen për ata cilët po na ndjekin, e kanë fjalën që është në interes të shqiptarëve. Ndërkohë jemi në lidhje të drejtë për drejta aty